Çmimet e energjisë pritet të rriten me 24% në vitin 2026 në nivelin e tyre më të lartë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia 4 vjet më parë, nëse ndërprerjet më të mpreta të shkaktuara nga lufta në lindjen e mesme përfundojnë në maj, tha Banka Botërore. Çmimet e mallrave mund të rriten edhe më tej nëse konflikti në rajon përshkallëzohet dhe ndërprerjet e furnizimit zgjasin më shumë se sa pritej, tha Banka Globale e Zhvillimit në perspektivën e saj të fundit të tregjeve të mallrave. Banka tha se skenari i saj bazë supozonte që vëllimet e transportit detar përmes ngushtitë së Hormuzit do ktheheshin gradualisht në nivelet e paraluftës deri në tetor, por tha se rreziqet ishin dukshëm të anuara drejt çmimeve më të larta. Plani bazë i bankës parashikon një rritje prej 16% të çmimeve të përgjithshme të mallrave në vitin 2026, duke pasur parasysh çmimet në rritje të energjisë dhe plerave dhe çmimet rekord për disa metale kryesore. Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe ndërprerjet e transportit detar në ngushtisë, e cila para luftës transportonte 35% të tregtisë globale të naftës bruto me transport detar, kanë shkaktuar tronditjet më të mëdha të furnizimit me naftë të regjistruar ndonjëherë, tha Banka Botërore. Çmimet e naftës bruto Brent mbetën më shumë se 50% më të larta në mesin e prillit se sa ishin në fillim të vitit. Parashikohet që nafta Brent të jetë mesatarisht $86 për fuqi në vitin 2026, një rritje e ndjeshme nga $69 për fuqi në vitin 2025, tha banka. Çmimi i naftës Brent mund të arrijë mesatarisht $115 për fuqi këtë vit nëse objektet kritike të naftës dhe gazit postojnë më shumë dëm nga lufta dhe vëllimet e eksportit do të rikuperohen ngadalë, tha ajo. Lufta po e godet ekonominë globale në valë kumulative, së pari nëpërmjet çmimeve më të larta të energjisë, pastaj çmimeve më të larta të ushqimeve dhe së fundmi inflacionit më të lartë, i cili do të rrisë normat e interesit dhe do ta bëjë borxhin edhe më të shtrenjtë, deklaroi Banka Botërore.